dëgjoshur mirë se dëgjohemi, pra është emisioni i dytë të vitit 2026. Kjo është ajo kënaqësia, pra që fillojmë me freskime, fillojmë me musafirë që do të na tregojnë pak si është në anën tjetër të botës, për shembull se në Norvegji tash po dim. Mirë po, si gjithmonë kënaqësia jonë është e madhe shumë, pra që kemi edhe musafirin, edhe kolegen edhe të shtëpisë kemi, domethënë, Migjena është sonte me neve, Migjena Pushati, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma për Migjenën, mirëmbrëma edhe për burrin e saj që i ka 2 fëmijë me kullushëm sonte kemi, ne jemi shtëpi e madhe, Alushi dha një shtëpi. Shumë e vërtet. Kështu që kur i kemi njerëz të shtëpisë ftu musafir, atëherë do të mjaftu gjithë. Ajo është e vërtet, vë Migjena, po si e ti urime vit i ri? Urime, unë desha me marr vetëm pak sekonda gjithmonë me ju falënderu realisht, nuk është klishe. Unë vetë kam punu në televizion edhe e di që falënderimet e zemrës vlejnë. Juraj ju, familjeve tuja gëzuar vitin e ri, po edhe gjithë shqiptarve anë mban botës. Faleminderit shumë, edhe ne të urojmë gjithashtu ty, familjes edhe gjithve, edhe ta kaloni sa më mirë këtë vit, që është ajo, domethënë ajo fjala, të harrojmë ato vjetrat e t'ja nisim prapë prej zeros ose prej me treja. Pozitive të marrim. Pozitivet jona aty nuk shkojnë. Ato du t'i mbajmë edhe t'i kem gjithmonë me veti, duhet patjetër aty përsërisim edhe t'i bëjmë më mirë. Ato që si kem bëu mirë duhet përmirësohemi aty, jo vetëm ne, po gjithë bota. Ku ka shqiptarë sidomos, sepse neve gjithmonë na breng, aty thonë shkon në gjuma ku edhe më dhombi edhe këtu edhe ne kemi atë problemin ton te shqiptaria jonë. Alush ne kemi këtu edhe në kuadër gazetare sonte Migjenën edhe si influencere që tash për shembull ka bën një rrjet, ndoshta edhe më gjon se ne si radio që jemi. Po tash do të zbulojmë. Po si pyetje e parë neve kush nuk e njeh Migjenën, më ka punu gazetare në televizion, është fytyrë publike, kështu që ja vlen. Në qytet kam punu para shumë viteve përpara se të shpërngulesha në Norvegji, në Oslo. Deri 6 vite më përpara, kështu që vjen 14 vite, momente shumë të bukura. Kam qenë gazetare kulture, kështu që me kulturën edhe me artistat është gjithmonë interesant. Media të tërheq, për ma tepër kur jellen moshë të re, por kur i lehet ka herë edhe 3 vendor për me bë televizion, është bukur. Është bukur. Për atë është ta përshton një pyetje se sa është e rëndë sot ta rush etikën gazetareske kur po i shohim gazetarët ton, analistat ton, media tona, panelistat, domethënë me gjithat vrullat, gjurmat, atë të folme mund të me pa ndërprerje, ose nuk di se si ta përshkruaj se tash kur je edhe e rubrikës për kulturë, din ta menaxhosh edhe ta shpjegosh ndoshta edhe më mirë për ne. Unë mendoj që sa i përket fushës politike, zakonisht flasin jashtë maset, shumë shpejt, shumë ka herë edhe jo të menduar mirë gjanat, po thjesht politika në fokus. Sa i përket artistave, unë mendoj që janë të jashtëzakonshëm. Din tempin, din se çfarë flasin, kështu që mendoj që është bukur. Po të ngelesh të arti është gjithmonë shumë bukur. Ajo është ajo kënaqësia, domethënë se njeri kur e ka këtë punë si gazetar ose si program, udhëhesin i programit e ka një kënaqësi sepse biseda që na ashtu që duhet të jenë, domethënë ajo tema e musafirit që është me rëndësi edhe pastaj ajo del edhe programi mirë, po ne tash që ta me tush jemi mësuar me shumë debate pa lidhje politike që nuk i takon, domethënë opinionit të di gjitha, edhe shumë pak edukim, shumë pak argëtim. Më fal, Alush është pak edhe kulturës mendoj unë, sepse tash bëj diferencën në këto vite që jetaj në Norvegji, nuk ndodh që të ketë mbi zë, mbi vendosje. Në Shqipëni gjithmonë flet njëri, po flet edhe tjetri, edhe një tjetër edhe. Në Norvegji të lajnë me marru, ndëgjojnë, kanë vesh të mirë. Pastaj t'japin. Kështu që mendoj që e kena pak edhe të kulturës, është Ballkani. Vlan pak. Po tash ajo është kam thënë një thënie shumë të mirë norvegjes të Migjena, këta thonë pe shpjegojmë shqip, se kështu bëhet shumë si poezi del kjo. Thotë Ballkani është si një vulkan që kur nuk pushon. Po vlan, po. Domethënë që vlon nda gjithkohë, kështu që neve jemi pak vrullshëm, ne jemi pak që na vlon. Se mendojnë që do të na te pron koha, apo nuk mund të datojmë atë që po do me thonë ne. Edhe pse fjala e parë tregon se ne jemi t'ja huç aty kot. Shumicën e rasteve. Unë edhe me djalin madje, me Elon, me të mallin, me djalin shpesh më thet mam. Atë maraj unë një herën, edhe më najnën, një gjaj herë që jam të thonë. Kështu që e kena në gjak.
Po mirë, Miguel, ti ishe pra këto festat e fund vitit, si zakonisht, domethënë këto viteve të fundit, ti i kalon në Norvegji, po të njëjtën kohë i kalon edhe në Spanjë. Në Spanjë, rrim për një kohë gjatë. Një kohë gjatë. Me qenë se dimri në Norvegji shumë i gjatë edhe i ftohtë. Mundohena që 2 muaj t'i kalojmë në Spanjë me familjen, pra me Andrea dhe me djemtë. Qysh është ai dallimi për shembull të festave edhe të përjetimeve atje kundër Norvegjisë ose edhe të tonë? Kjo është në perceptimin tim, pra unë po jap se si ndjeron nga lentja vizuale janja. Jam edhe muslimane, kështu që nuk ka se jam shumë në atmosferë, ama ka diçka. Unë mendoj që në Norvegji, edhe me thënë drejten, mu m'pëlqen se si organizohet edhe se si festohet në Norvegji, sepse fillojnë shumë herët, ju e dini, edhe në për dyqane, edhe në për rrugë, pra aja fryma, aja atmosfera festive, është kudo. Edhe në për kopshte, me që fjalin kopsht, kudo, dyqanet janë mush dhe fillojnë shumë herët, nështë edhe qënë tetor këto. Unë nuk mund të thëmë që nëllë diçka e tillë në Spanjë, sigurisht, atje ka festime, ama ata nënor, dhjetor, janar, ata i festojnë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe shumë bukur në për rrugë, parada, shumë, jo vetëm Krishtlindjet, po festat e tyne, spanjollët mendoj që i bajnë në mënyrë nga ana vizuale shumë bukur. Ka shumë festa atraktive, ne shohim disa parada, po nuk e dim se me shka kanë lidhshmëri apo. Njëni shën kuptimin i kanë jashtëzakonishëm, po shumë e vërtetë. Është interesant se Norvegjia për shembull i bën veç i bën shumë qetë. Edhe ta boni atmosferë që edhe vetë me kohë njëri qetë, për shembull edhe me të i kaluat ato jave, jo dhuratat e jo gjitha çdo ditë ka kanë diçka interesant. Tash ne e dim po çudia edhe kalendarin unë këtu për herë të parë në sensin kam rënë kontakt po themi sepse përdoret kudo, gjerazi, le të themi. Ndërkohë që në Shqipni, mendoj që vitet e fundit ka hyrë dhe nuk e di realisht a përdoret ka shumë sa është përdorur në Norvegji. Unë më thonë që për Kosovë, për shembull, na e kena të i kalu edhe Vatikanit, edhe shumë vendeve Polonisë, se anë tash nuk e di sa për cilëteve, që në tash çapo shoh për Kosovë, për shembull, të stolisën e studiot Merana, që janë më shumë se në Romë, për shembull, që nuk ja vlen aq shumë e stolisa, din ti bone, po jo mu tranu krejt, edhe është mirë këto festat që i festojnë, mirë po jo me tepru, për shembull, se sen që bëhet teprohet. Ajo kur po teprohet, do me thonë, ajo po shihet si me kon me festu diçka me blen temu, edhe me festu të shtëpia, naj lodra, naj gazeta. Nëse më pyet personalisht, kjo nuk ka lidhje fare me politiken, por unë mendoj që edhe bashkitë e qyteteve përkatëse, për Shqipërinë po flas, një buxhet i fryrë do thosha për zbukurimet e qytetit. Ndërkohë që munden me bë aktivitete për fëmijët shumë, po dhe për prindërit në sensin për familja siç është Norvegji, ka aktivitete ku shkon e gjithë familja dhe ka lezet. Madje s'fund mora vesh, sigurisht kjo ndoshta nuk është në interesin e dëgjuesve shqiptar të Shqipërisë, po të Norvegjisë, Bærum, në komunë Bærum, po bate disa aktivitete sigurisht falas, me hyrje gratis, për fëmijët çdo të shtunë aktivitetet ndryshme. Dhe po mendoja ku ka më bukur. Se jo, edhe pa lek. Ashtu. Pra nuk e hyrja nuk është me bileta po diçka, pra është shumë interesant. Dhe mendoj që ka herë buxhetet e fryra nga bashkitë, siç thash, përkatëse të qyteteve të ndryshme, dhe edhe një herë du ta theksoj, kjo nuk ka lidhje me politiken, po kjo është vetëm diçka që është e mira që e gjithë ky buxhet mund të ishte ndarë shumë më mirë për disa fusha tjera, po edhe për artin gjithashtu. Po ajo është ajo që te na për shembull ka shumë kopjime, do të thonë kopjojnë, e huazojnë edhe mandej e teprojnë. Kështu që ti bone, veç bone në atë mënyrë që ka qenë edhe përpara, edhe që është normale më bë. Edhe ka pas më lezet. Edhe ka pas më lezet, ka pas me ato ata. Por mendojmë edhe për vitin e ri, ka pas shumë më lezet, më shije, ka pas më pozitivitet. Të shku te njëri tjetri, tashmë ka ndryshuar shumë. E kam bo, po atje jemi tash, dhe me thonë kjo puna e djegësve përmes rrjeteve sociale, mediat, e kanë bot vetën. Ta shumicën e rasteve ne po flasim për gjëra pozitive, por e kemi atë ma pikluese, për shembull, kur po humbim anëtarë të familjes, neve kemi vizitu shumicën e rasteve për ngushëllime, kemi ngushëllu familjar, dhe me thonë, po tani po ta shënon një letër të shkurtë atë ngushëllime për humbjen e këtij apo atij, edhe aq mbaroj mo.
Më thonë edhe e kemi kontaktin e humbër, nuk kishim shumë vite. Shqiptarët janë një shumicë një numër i madh migrant, domethënë në tërë botën. Edhe bjen edhe ky rast i tillë, domethënë edhe aty të largon, se mendon që u kry kjo punë tash. Unë i shenova Migenës apo aty djalë i urova ditëlinjen apo i ngushëllova dhe u kry kjo punë tani mo. Kjo nuk ndodh për gjithë, që t'jemi të sinqert, sepse unë jam një person që e përdori Instagramin, besoj si gjithë drejt, po edhe në mosh nuk ka ma mosh Instagrami sot, po du të them, jam e fokusuar vetëm te Instagrami, nuk kam TikTok, nuk kam rrjete tjera sociale, sepse mendoj që TikToku e herë ka marrë një hovë më thonë pa kufizim dikun tani edhe do të përshifë se s'ka pa. Nuk ka fare kufizim, çka shikoj tek shoqet miq të afërmit, sepse unë asnjëherë nuk kam pas, dhe nuk kam nërmend të hapi një adresë në TikTok, se unë nuk e di, më duket me që jemi te rrjetet sociale edhe TikToki edhe gjitha Facebooki e X e gjitha ato tash këto viteve të fundit i ki bë disa promovime, me thonë kështu, interesant, do me thonë Shqipëri vers Norvegji edhe e tutje, edhe si është kjo për shkak, çfarë është interesimi i publikut, çka kanë dëshirë më shumë me ditë, se Miri shpjegon për shembull disa gjëra aty, dallimet ose çfarë është ajo që e kërkojnë ata më shumë. Një ide jemja ka nisë që në Shqipëni kur isha përpara se sa të vija këtu, ndërkohë isha në lidhje me Andre, pra në lidhje dashuriet me bashortin e sot. Ajo është norvegjez, ju e di, edhe e njihni, shifsha sa herë që vija në Norvegji, kura totalisht ndryshe. Kur them totalisht, sigurisht ka të përbashkët. Në gjithë botën dikun lidhemi në sensin në kulturë. Shumë për saj përket kulturës apo lifestyle-it, mënyrës së jetesë, shumë ndryshe. Dhe kisha në mend dhe thashi kur shkoj, mund të përcjellin një gjë për shqiptar, sepse shiko, ka shumë emigranta si që cek edhe ti në përbot. Por në Skandinavi nuk mund të them që është njësaj numri, ndoshta shqiptar të Kosovës, po, edhe të Maqedonisë Veriut, po shqiptar të Shqipërisë, numri akoma e vogël, unë nuk e di eksaktësisht, po ndoshta po patjetër, absolutisht, po nga Greqia, Italia, po absolutisht. Por po themi që atëherë janë të vonshëm, le të themi, pra në 2, 3, 4 vitet e fundit kanë ardhur ato që po thuate. Dhe mendova pse jo të përcjell diçka sigurisht për çejf, ishte edhe shumë e lehtë meqense se në media 14 vite lidhet disi media, ekrani, komunikimi, gjithashtu një nga 2 masterat e mi, masteri shkencor është edhe për komunikim, marrëdhënie me publikun, public relations, kështu që isha kam qenë koherente, po themi, dhe në temë gjithmonë. Është diçka që ja baj për çejf, por drejten për çdo di shafnërshime, në sensin po të kisha kohë, sepse sigurisht fokusi është familja, punoj gjithashtu, edhe pse për momentin jam në leje lindjet me djalin e dytë, por jam në marrëdhënie pune, që kur kam marrë dhe më thanë, kështu që është diçka qefi që ja baj për qef, e baj me zemër, e baj shumë sinqert, në dialekt gjithashtu shkodran, sepse jam shumë vetvetja kur flas shkodrançe, absolutisht, edhe shumë bilem shkruajnë sa mirë, që se ki hek, etj. Sigurisht mund të flas në gjuhë letrare që në këtë moment, po s'kam pse, unë jam shkodrane, kështu që është shumë kënaqësi. Për sa i përket pyetjes tënde, Alosh, unë mendoj që njerëzit kanë oreks në sensin e mirë përditur për çdo gjë. Problemi është a din me nda njerëzit se ç'a është vlerë dhe çfarë është antivlerë, sepse sot mas ekranit, mas tastierës, gjithkujt ja është dhënë mundësia për me shkruajt. Kupton, sjellën nëpër komente madje. Në sensin, kështu që unë mendoj që moda është, por edhe shiko, edhe për ndryshimin e kulturave kanë interes njerëzit. Po nalem edhe një herë te logu jam ose te faqja jeme. Njerëzit shumë gjana çuditën dhe më thojnë Migen, vërtet është kështu për shembull në Norvegji, vërtet është dimri kështu në Norvegji, ose ushqimi, ose veshjet, ose nuk e di. Më larg se sot, po thoja për 3 gjana që unë nuk mund të rri në dimër për ma tepër kur është kaq ftoft, megjithëse nuk mund të shkojë akoma shumë ftoft. Akoma mendoj skorde. Nga gjëra që iku në -12. Bravo. Për anë temperaturat. Po mendoj se për shembull në Shqipëni kur kam qenë edhe nuk kena pas pse, sepse jetu për ma tepër në vendet ulta, po themi dhe jo malore, nuk ke pse vën ato që vejmë në këpuc, këto për që kanë spikes për mos më rëshit.
disa nga kapuçet që janë ata balaklava për mu, pra janë disa njohje të reja që unë vetëm kur kam marrë këtu ma zhdasht. Dhe imagjinoj, nëse ti nuk vjen me vizitu një vend skandinav, si mund të rrish ndoshta mund të qelloj një video ose dikush i flet në Instagram, po në Shqipni nuk kena mësuar me shumë gjëra, sepse gjithmonë bëhet fjalë temoti, po flasim. Por edhe njëjtën e përditshme absolutisht, janë popull i qetë, ne ja thamë, kështu që ne vlojmë. Të vinë pak i marrin ma easy gjanat, nuk shqetësohen, nuk bërtasin, nuk fynë. I mori sa në të Unë kam një shije shumë të mirë, ndoshta nga bashorti, por që në përgjithësi është ashtu se unë besoj edhe çdo migrant që jeton këtu, nëse arrin të adaptohet ka klime, unë mendoj që edhe jetëgjatësia e tij do të jetë më e mirë. Absolutisht. Do ta ketë një jetë pak gjatë. Madje shpesh më pyesin, Migen, si ambientove ose edhe shoqënia, kur shkaj kam një rreth shumë gjërë shoqënor që ka herë edhe mungojnë realisht në Shqipni, edhe më thonë sa mirë. I them nuk e kam pas fokusin te ftohti dhe ka diçka dhe norvegjisht është shumë e vërtet ajo shpreha që kanë që ka rroba jo të mira, po nuk është koha keqe, po ka rroba të këqija, diçka të tillë. Në sensin që unë nuk mendoj që është problem koha, të paktën personalisht, po them moti nuk është problem. Është diçka kaluese, vjen vera, vjen stinte të tjera, kështu që Jo, është interesant se tash ne kemi pa kohën e fundit, për shembull, tash ndoshta është inspirim edhe prej teje, po kemi tash shumë në këtë moshë që jemi ne ose edhe Migena të rritun, moshë të rritun, edhe ka shumë sidomos gjenisë femërore që janë në Instagram edhe shpjegojnë vende ndryshme. Artistike, kulturore, histori, ushqime, restorane, vende, absolutisht. Po, parasysh ndërtime, arkitekturë, për shembull, është shumë interesant se që tha ti kur je original, edhe spjegon ato bukur, edhe pa asnjë pa filter, domethënë jo me qit aty edhe me dal aty mu tranu mirë, po pa filter, çaty për çaty. E bën çat incizimin edhe çet edhe tregon. Unë tham ka herë që jam shumë old school, ka herë duket vedja si shumë sepse edhe me filtrat vërtet fare nuk i kam këto, sepse them atëherë nuk jam Migena. Nuk jam Migena. Ne nuk e kemi pasën në studion ton asnjë nga Azia, për shembull, të bëjmë intervista dhe dim se këtu në Norvegji ka shumë. Ata nuk ka borë. Edhe ka pas kështu një pyetje merr që shpejt edhe i them një nga atyre punëtorë që punojmë, tash po si jeni ju me shumicë në Norvegji, këtë keni ftohtë, keni ikë aty në vende nxehta. Thotë, di thotë që nuk na besojnë neve kur shpjegojmë atje kur shkojmë se këtu jetojmë në -30 gradë, ato nuk është e mundshme. Po ishte edhe kundërta ajo tjetra, ju thonë norvegjezët se ne kemi atje plus 50 gradë. I thënë se ke problem. E thanë, më thonë edhe norvegjezët, nuk është e mundshme me jetu 50 gradë, se eksplodon zemra, nuk mund, shtypja, gjithçka, nuk punon organizmi si duhet. Po, do të thonë kjo lëvizjet, shpjegimet, influencierët, do të thonë në këtë rast, e bojnë vetën, e bojnë punën. Migena, ju tash neve kem pas misione të ndryshme me juve, kem pas gjatë verës, gjatë pushimeve, pas pushimeve, ne dim që përpara ndoshta kem ngjesë tek ajo se po na ikin turist, po na vin turist, po tash e shohim që Shqipënia është në gjitha mediat, domethënë botërore. Unë nisa me Norvegjin sepse jetaj këto. Ama në Instagramin tem shumë video janë edhe për Shqipëninë. Gjithmonë vendlinja metet vendlinje për më tepër kur familja është atje. Mu merr malli shumë. Mendoj që jam adhetare, mendoj që është e vlefshme, ne po flasim për Norvegjin, po duhet gjithmonë me kthy kryt mrapa edhe për atje nga vjen, ku ki lind, ku ki kalu shumë vite të jetës tane, familja siç e thash është atje, një pjesë e mirësisë është atje, pra nuk duhet me ul asnjëherë vlerat, edhe duhet mi ftu, madje për kuriozitet, këtë vit dy miq ton të mia dhe Andre, madje njëri është mik shumë i afërt i Joni, po vetëm prej nesh, vetëm unë të i tregu për Shqipëninë e kështu, edhe shku në njëri bile ka shku 1 muaj në Shqipëni, ka pa nga veriu në jug, edhe Shqipëninë e mesme sigurisht. E kam fjalën që është mirë që me çu turista në Shqipëni. Sigurisht Shqipënia ka vende të jashtëzakonshme, për që shpesh madje i them bashortit ika nga Norvegjia dhe po shkojnë në Norvegji sepse avionat tashmë janë mbush me norvegjez. Mos shumë të edhe rini shumë që shkojnë, po dhe mirësi që kam këto norvegjeze, gjithmonë i them që I need të shku këtë verë në Shqipëni, se kështu që Po ajo është bërë aksion, mendoj që tash Shqipënia jonë, se është e gjithëve, po Migena ka vendlindje.
E kështu që edhe ne vizitojmë, edhe ne gjithmonë i kem përkrah gjitha ato agjenci turistike që kanë dhënë mundësi edhe oferta dhe ne kem promovu përmes radios tonë, kështu që nuk do të harrojmë edhe do të arrisim sa më lart nivelin edhe sjelljeve tona njëherë, sepse ne jemi shembull i mirë për norvegjezët dhe për gjithë ata që e vizitojnë atë vend bukur gjë që e kemi. Kështu që rasti Migenës me Instagramin, me blogin e saj që e ka, domethënë, a lu një rol të madh. Ku atë kemi shumë si Migena, por që të kontribuojnë këtë drejtim, sepse neve kem nevojë se ta thome një rast tjetër, pas jeni gurbetçar përpara, si tash për ata ne po thojmë mërgat. Në gurbetçar mos mund të themi sepse tash po vi me familje, po jetojmë edhe kem krijuar gjenerata e tretë të shqiptarëve këtu, edhe kemi kushtet e njëjta si atje që i kemi, vetëm se na mungon ai nxehti, ndoshta ajo që na ka mësuar si të tonë me pa atje. Por prapë kur shkon ti shpjegon diçka aty, thotë lebre se ki kanë 20 vjet tash bobo dall atje. A kupton? Tash ndoshta diku ndonjë rast, ndonjë farë mbledhi, konak. Unë e killë problem ta shpjegosh. Ndonjë rast që është për ta shpjeguar, sidomos mesin e shqiptarëve, se të llogarit, thotë, ku ka lujt mensh kjo atje, thotë, lesa që 20 vjet ka jetuar atje apo 30 vjet edhe s'din se çka po flet. Nga ona tjetër, ai ndoshta prak deri se ka çat sen që duam ja shpjegon. Që e ka prun komshia i tij, domethënë, e ka prun praktik. Çdo sene për shembull që si ka pasur gjë Shqipnia apo si ka pas edhe ne. Ne kemi atë makinën që pret barin, edhe e kish pas dërguar njëri thotë interesante, kish shfrytzuar atë makinën, ja kish shek rrotat, kish nuar si edhe po punoj këtë tokën. Edhe ai thotë po, kjo ka ekzistuar që 30 vjet në atë vend ku jam unë. Thotë ja më vëlla ti e ke bë vetë, ke shpikë, ke grot, domethënë se nuk beson që kjo makinë ka ekzistuar. Edhe në këtë formë kanë prej barin në shtetin e tij ku ka ardhur ai. Kësi rastet, domethënë, por ja që domethënë ja vlen tash, edhe teknologjia ka arrit, domethënë, goxha lart, që duhet me shfrytzu. Domethënë, jo vetëm se media të me humb kohën para. Duhet me shfrytzu, po edhe jo me keq përdor. Me keq përdor, po pra. Po ajo është ajo që, domethënë, tash e janë hapet e kufinet, tash mund gjithkush me ardh me shku ku do në botë, nga truje shqiptare në kretë kontinente tjera që janë të botës, edhe ajo është që ajo kënaqësia që mundesh me pa, mundesh me shiju edhe mundesh edhe me ble, çka do të jetë, edhe pastaj e kupton. Na kupton neve, na kupton gjithë ata që janë përmise 30+ vjet që jetojnë në jashta trojeve ku prej kajt vim për shembull ku kemi lind. Ajo që është e mira që e përmendë pak më herët, promovimi më i mirë i Bregdetit ton është na. Do të thonë na jemi ata që i kemi pru ata ambasador. Do të thonë na jemi ata ambasador që Shqipëria sot lulëzon prej skandinave, tash franceze, gjermane, ka italian shumë kështu që vinë. Do të thonë ajo është nuk është që ka qenë ndonjë reklam në për busa ose në tramvajat sikur se i shohim Turqisë, Spanjës, shumë vendeve tjera, se ato paguën shumë. Ato shteti paguën për shkak me promovu, na pa promovu kur gjë hiç. Pa e pasur të reklamet. Pa e pasur të reklamet. Turojmë që janë njoftu njerëz. Turizmi të rrinë me kam tok, do kisha dashur që mos zhgënjehen mandajna sepse po flisja me një mikesh time norvegjeze, them drejtën, edhe më tha sepse unë gjithmonë me idenë që jo vetëm për bukurinë, ajo nuk po flite për bukurinë, kishte kanë Sarandi, kishte pëlqyer shumë, edhe pak në Tiranë disa orë përpara se të niseshin, janë çift norvegjez, për këto që po flas tani. Të tha, shiko, nuk ishte shumë lirë, tha. Ti më tha që ishte shumë lirë. Unë i thash ishte lirë në raport me pra njëjti det, por në raport me Italinë për shembull, dhe realisht ne qëndrojmë akoma më poshtë me çmime. Por jo dhe shumë poshtë, kështu që do ishte shumë mirë që mos fillojmë me abuzu. Pra, okay, kemi numër të rritur turistash, por mos abuzojmë. Dhe pastaj nuk vjen më turisti, është shumë e thjeshtë. Ajo është klient, kështu që mirë, po parasysh prapë tash varet edhe ku është njeri. Për shembull se ka vende që nëse ti don me pa një vend edhe me përjetuar kulturën e asaj, ti nuk shkon si një restorant që jenë në shtetin ton. Për shembull me pas me darku ose diku po ti shkon ato ushqimet ose ato traditat që kanë ai kom për shembull me ja kërku edhe me apo aty është normal që si na që shkojmë është lirë, nuk është diçka që do me thonë se ato nuk shërbehen në restorane ekskluzive. Ndër është më shumë si këtu. Për shembull, restorane ekskluzive, peshka, cenet
janë si këtu edhe përçatojnë edhe çmime. Miqve danes, familjeve ja kanë bërë komplet ku do shkojnë, çat do hajnë, ku do flenë, do marrin taksi apo mjete urbane etj. Në sensin është shumë mirë, edhe më kishin nis një email falenderues shumë i këndshëm, gati në përlotje. E kishin shkruar shumë bukur sepse patjetër është shumë mirë që dikush ti udhëzojnë, po themu se t'i japin disa këshilla të vlefshme për Shqipërinë, sepse ka vende, po ka edhe është unë e kom dëgju për shembull që mu direkt më ka thonë Norvegjesi për shembull në Shqipëri, tha a e din këta njerëz çka kanë. A jon tha në vetë dije tha se çka kanë tha. Çfarë natyre, malin, detin, gjithë a e din tash unë më u përgjigj normal që thash e din që se din tash, por tash nuk janë shumë tash, janë 3-4 milion tash, nuk janë 50. Tash po janë shpërndan tash këtë shtetin tash, kështu që nuk ka punëtor mas pari, e ku mo me ditë. Kërkun për shembull me pas diçka tradicionale. Unë tash nuk disha çaq mirë. Ka herë është e vështirë me gjetë, me sa? Ka herë është e vështirë. Unë thash me ungër paq. Po. E dërgova aty, okay, tha tjetër. Ishte dashmi i dërguar në Shkodër për krapin e Shkodrës. Po, në Saranz aty nuk di, unë thash apo doni Petenek. Petenek, tha, nuk e di që është aveç po hajmë, pëse se din dhe shumica shqiptare. Shumë e vërtet, shika ka le diçka zonas jugu, veria, po Shqipëria dallojnë, kemi gjanat ndryshme, me thanë drejten. Jugu i hera shumë i pasur, me thanë, edhe veriu, po jugu ka një kuzhinë mjaft të pasur. është knasi. E po tash, me jena tregona për shembull, çka është ajo që mas shumë ti koncentrohesh për shembull në promovim ose në kur punon në Instagram. Drejten. Cila është ajo mas shumë ti që përditshmëria është ajo që më tërheq edhe mua si mik, unë e them I'm new in the city, jam e re në qytet në sensin 5 vite nuk janë atë shumë kur shaf persona si ju ose edhe miq të tjerë përveç ju që kam në Oslo që me të vërtet zakonisht janë ta theksoj janë të Kosovës, shqiptar të Kosovës ose të Maqedonisë Veriut, pra po them të Shqipërisë është numri më i vogël. Edhe pse sfundmit janë të ardhshëm, po që janë të ardhshëm, edhe të Korçës, nga qyteti Korçës edhe nga Greqia, siç e thamë, po edhe nga Italia, pra shqiptarët e Italisë me letra që kanë dokumentat dhe vinë. Për t'ju rikthy temës, përditshmëria, gjana të vogla ka herë po edhe të mëdha që i bajnë le të themi që është kaq e ndryshme me Shqipërinë. Mandaj duke jetuar edhe me Andrejn Bashortin që është norvegjes, sigurisht i kam më të prekshme gjanat, më të vërteta, sigurisht nga sytë e mia, që të kuptohemi. Ka herë komentuesa, duhet të them që jam me fat se komentet 99.999 i kam shumë mirë, po ndodh ndonjëherë që dikush më tregu edhe më i zgjuar ose shiko, ka diçka shumë mirë që ka dhe komente të ndryshme, është e rëndësishme që t'jenë me respekt kundrejt njëri tjetrit, ka jo vetëm kundrejt mehet, po komentuesi me komentuesin t'jenë të respektueshëm. Ka raste që për shembull mund kundërshtojnë. Ka raste që i kthej përgjigje, ka raste që si kthej përgjigje ti me sinqert. Po, injoruar, pa shkak se do të jo me idenë për ta injoruar, po sepse ka herë për shembull për mua nuk zgjen fare. Besoj që unë mendoj që do të se ne me media tash e shohim shumicën e rasteve, ti bën një publikim gazetares. Ka ndodhur diçka këtu. Edhe ai ja fut komenteve që s'ka të bëjë me neve. Edhe ku duhet të radhë linja. Ju si radio nuk do të jeni. Nuk ka lidhje tash me çfarë po themi, është humbje kohe. Për shembull, kishte rast themelimi një degë këtu për partisë politike, ne e bëjmë lajmin, edhe del një burr shqiptar këtu në Norvegji dhe shkruan faqes radio linjës, ju radio linja duhet të jeni kështu. Po radio linja, po shqiptarë shkruan neve aty, kupton? Edhe tash neve unë e pash pa qetësueshme ti kthej përgjigje aty. Po problemi është se kështu fillon debati pastaj, kupton? Tash, po të injorosh, nuk është në rregull, sepse nuk përfill, si përfill një situatë tillë që ka ndodhur, për shembull, ajo ishte shumë pozitive. Çfarë punohet, kështu është pozitive. Çfarë bëjnë shqiptar për neve pozitive? Ama jo reagimet me një institucion që është mediatik, që do ta bën lajmin. Ne krijojmë lajmin, domethënë pa pirateri, pa marrje të informatave dikun tjetër, pa shantazhe. Lajmi është i pastër, është lajm burimor. Edhe fut edhe të shkruan pastaj thotë jo, kjo nuk është në rregull. Radio linja duhet të jetë lart dur të hek nga politika, nga kjo nga ajo. Po ne jemi prap larg politikës. Ne kemi lajmin.
Absolut kjo është ajo mos i dinda dallojnë. Është një humbje kohe drejtë, është një humbje kohe ka herë për me kthy përgjigje. Le që nuk më afektojnë fare, se pra po them, nuk jam rasti që e kam për punë, pra nuk e përdor Instagramin ose videot, është punë qefit, më tepër se sa është me transmetu diçka ashtu si e mendoj unë. Dhe Instagrami është në emrin tim, ti vjen shtëpi me e themi, dhe s'ke edukat. Futesh si duhet, për shembull, në profilin e një dritare, për shembull, që ke japin një lajm, pa më paraqisur sa të pëlqen as pëlqen. Akceptova apo jo? Bravo, ose se mund të kemi mendime të ndryshme, po sa mirë që jemi në demokraci dhe kemi mendime të ndryshme, ama ka mendim dhe duhet dish si shkruan atë. Ashtu. Kjo është edhe keq përdorimi. Deshta të kthejmë edhe ajo takte norvegjezët, ne dim se këto janë edhe prekse, janë shumë emocional. Ne dim që këto ditë ka pas vërshime në Shqipëri, ka pas vërshime në Maqedoni Veriut, në Kosovë, edhe unë ishte djenë punë, në realitet ne si shqiptare harrum ndoshta më shpejt, edhe pse bisedova me mamin tem, bisedova me familje, se jem tregojnë, thotë ka pas vërshime, thotë disa shtëpi ka kapuj, po pishohim në televizor, po. Shumë i madh, të mashme. Edhe shkojnë punë, po futem rejnë aty dhe njëna prej atyre që është kryesore, aty domosdoshmë ka ndëgjuar vëmendje se ka përjetu gjanat mia gjatë verës, ka qenë Shqipni, ka vizuar Shqipni komplet. Thotë me tush thotë, a ke ndëgjuar çfarë do atje? Jo thotë, a e ndëgjoj me familjen. Sa e dinte që unë patjetër që ta di se çka ndodh. A e ndëgjoj me familjen, si është familja jote atje? Unë kujtu shumë shpejt mu, se kisha dalë shumë blof edhe unë pastaj, po më kujtu thash po, mirë janë familja, ime thash jam pak më në veri atje, nuk e ka kap shiu, që ose e ke aty fjalë po, thotë kish pas vërshime. Plus e ceko dhe zjarin. Po dhe me thonë në sidomos që Durrësi këto edhe ishin disa fshatrat Denisës atje në Kosovë. Dhe me thonë dikush po pengoset ta kemi shumë raste që do të na shënon dikush për neve atë, që ose dojnë të jemi na mirëfill si gazetar, pyetni, të japim informata për dikon ose të lidhemi me një televizion apo me një radio. Jo, të kuptojmë edhe diçka dhe duhet jemi të sinqert në këtë pikë, them për të pas një përmirësim ndoshta. Unë shef bashortin tem sa seriozisht i merr këta gjana dhe pyet 2-3 herë, çau bë me Shqipërinë ose në rastet ndryshme të tilla. Ne kemi kujtesën shumë të shkurtër si popull. Harrojmë fill, nuk i japim rëndësi, kurse këta si popull, edhe si qeveri, nuk po hi cila qeveri asgjë, thjesht shteti mundohet dhe punon për individin. Në Shqipëri individi punon për qeverinë. Absurd. Po kjo është ajo politika jonë që ma heret në fillim e bisedum, dhe me thonë, pak talava, pak vulkan, edhe aty e bin, dhe me thonë ato fundin. Migena, për fund, tregona, qa do tjetë viti 2026, fokusi në influencën që do të punosh? Unë gjithmonë me atë, si që thame, me atë sinceritetin tem, pa filtra fare, Mendoj do vazhdoj me videot e mia, edhe me të Shqipënisë, nuk diskutoj sepse sa herë që shkoj në Shqipëri mendoj mundohem me pru informacione nga Shqipëria në Norvegji, sepse ndoshta nuk ka një numër shumë i madh ndjekësish, por realisht janë nga gjitha ka shumë komësi të ndryshme, kështu që janë të interesum. Unë do vazhdoj me videot patjetër me shumë kënaqësi. Do vi edhe një herë këtu te radioja juaj. Patjetër, do të bëjmë edhe normal që tash 26 do të vjen pak edhe më ndryshime të ndryshme. Ku është planit që të bëhet për shembull edhe një grup Migena, kemi edhe disa tjera për shembull që kanë interesimin, edhe ndoshta do të jetë edhe një program pak i veçantë ku ju do të punoni aty, edhe të informoni në njëjtën kohë edhe motrat e shoqet e juaja për shembull në tema të ndryshme. Ku ne me tushi do të rrim në teknik, nuk do të shihemi as nuk do të përzime, ju i boni gjitha ato, sepse publiku ju dan, publiku ju dan. Po ka interesim, për shembull, ka më shumë interesim, tash unë me tushi nuk po mundem me bë atë pjesën të gjenisë femërore, megjithëse po mundohemi. Është edhe më rëndësishme tani, sepse i kemi edhe gratë në karrierë dhe neve nuk do të jemi ata që do t'ja humbim mundësi, do t'japin një mundësi plus. Edhe drejtën duhet me thënë edhe këtë që shumë shqiptar të mirë, shqiptar profesionista që kanë emër në fushat ndryshme, ka shumë në Norvegji, kështu që është kënaqësi realisht. Edhe pse jo mos më u dha një za. Normal. Ajo është edhe puna jonë. Domethënë promovimin sa më rregullisht. Neve nuk e kemi shumë frontin si themi ashtu. Asnjëherë nuk duhet për një të them, absolutisht ne mësojmë për jush. Unë mendoj që ne jemi dashur për publikun, duhet na don publiku edhe neve nuk do t'i shtim çdo secilin që të ketë domethënë vetëm se fjalë pozitive, por ne po
mjafton që i hapet kjo derë gjatë premte edhe del një zë në rrjetet sociale apo ato mediat e ndryshme edhe ndëgjohet zëri shqiptarëve në Norvegji, ashtu. Edhe prindrit e mi, t'ju them drejten, jo vetëm daljet e mia gjithmonë kur kam punu në media, po tash ata janë të na pas se zban, edhe i përshëndes me këtë rast. Edhe për ju me përshëndetjet edhe me vlerësimet më të larta realisht nga mami e babi. Faleminderit edhe ne i përshëndesim shumë. Migena, faleminderit shumë që erdhe dhe me siguri se ky fillim i mirë i 2026-s jetë kështu do ta shihni Migenën edhe shumë më herë gjatë këtij vitit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, është gjithmonë kënaqësi, unë si në shtëpi time. Gjithashtu jemi se ardhen kur të keni mundësinë jeni me neve dhe me ekranin tonë televiziv këtu. Në gjdo hap, në gjdo frymarje, radio lindja është gjithmonë pranë jush, me melodite përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, e mëri vetëm qëndrese përbasht. Radio